Natyrë. Pasion. Art. Dashni. Jetë. Nëse një vendbanim mund të cilësohet për natyrën e vetë të mrekullueshme e magjike, për njerëzit me vlerat veçanta, atëherë padyshim, listës së vendeve të mrekullueshme në botë do t'i shtohej edhe fshati magjik i Narhelmit. Ky fshat ka Olimpin e vetë, ka malin e Helmit, ka mushkrit e veta, pyllin e dendur e të gjelbër, ka biodiversitetin i liçenit e Shkodrës, fushën ku shtrihet fshati, dhe në epicender ka zemrën e vetë, banorët e qetë e punëtorë të Narhelmit. Lidhur me banueshmërinë në antikitet, nuk kemi shumë të dhëna. Dihet vetëm se ky fshat që në lashtësi shfrytëzohej për banim sezonal, pasi kishte livalle e kullosat e pasura. Ne i intervistuam disa Narhelmas për të na treguar se si e mbanin mend ata Narhelmin dhe si u bë popullimi i këtij fshati. Si mbajnë mend marrëdhëniet mes Narhelmasve dhe a ka pasur ngatresa mes tyre? Intervistuesit shprehen. E shikjo pra, i pa me 7 shtëpia në Narhelm. Në ato 7 shtëpia, shtëpia Haxhi Mustas, shtëpia juaj janë ke kulla, ato tjerat janë të tona kësolla. Cilat janë tona shtëpiat kur janë 7 numërojt e tona? Shtëpia juaj e Stakbrecit bashkë me Gjokmarashit. Shtëpia e Jon Okaksol, shtëpia Mirazhionit, shtëpia e Donit, ajo Oka Jerevi, e shtëpia e Donit ka marrua kohën e Kolarës. S'ka pet kush jashtë Doni. Prej 9-13 që janë ke. Nën vllazët. Nën vllazët. Prej smundjes Kolarës. Po, shtëpia e Detpreçit, Preçucit, edhe shtëpia e Gjoniks. Një ato janë ka shtëpia në Narhelm. Brullajt, ata kanë ardhon, ata kanë ardhë diku ka 35-6. Kush ka ardhë pej tyne? Ka Luli,
Zevgjeka edhe Noli, Nol Leka. Kanë ardhen tokat veta. Në tokat veta dhe kanë krenë do kësolla në rrugë. Mile shefi me jua ka pazefi. Këta shpia stat Vrecit, edhe Rapsha, i të pa kanë ardhë, se na kem jetu në spi, deri vonë. Unë pa me të kun jam dalë vere të në spi, e kom jetua, edhe ata kim pa jetua deri vonë. Unë nuk di qka i ka ba me ardhë me kre. Breca Luli i ka shti shpinë tonë, shpinë e Mirazionit, e ka pro qifqi në një këtë tokë. Kjo tokë o kanë e Tuzjanëvit. E kam thënë për para dhe Po, Narhelmi i Tuzit, ha? po, në Relmi Tuzit o ka. Pse Narhelmi i Tuzit? S'ka pa ku përgjegj gjetit. S'ka pa ku më përgjegj. Se malësorin në fush nuk ka pa vetë. Veç në malë. Jem kanë 3 shpina, na që i thëmë dhe dvukaj, e kjeto, na peqit Nolit. A ka shpia stat Brecit, a ka shpia Gjok Mashi, qipa me 2 aty, edhe a ka shpia Eddan Haxhis, edhe e Gjeni Kolës, e Margzionit, edhe qunaj, i shpi janë kanë. Si erdhen Narhelmasit te tokat e tyne, si i blenë? E a kanë në qoj politiket. E kanë ble njëri të tjetri, atë e kanë jetu, s'ka pa të kështen asja. Pe i këtu, se kjo toka e vezirit. Vezirja u ka dhonë dinoshane e mileshane, jo dinoshane e mileshane, po grudve më u ba turq, ata kanë krenë mileshën dinosh. E turq nuk ka asja. Malici i Demushi, Demushi Ismaili, Ismaili Haxhis, Haxhia i Mustafës, Mustafa i Çunit, Çuni i Mulës, Mul Mehmeti, Mehmet Luca. Mehmet Luca Vuj Luca vllazën. Mama Haxhis janë kanë 7 vllazën, edhe se të shpia krehun. Atëre mu shpia jonë, shpia e stat Brecit. A ullë këtu, shpia nuk janë ka shumë. E pa e me 3-4 shpia s'ka pa tjetër, tash shëqër Zotit, se i cili, ma mirë se tjetëri, ku flasim jo vetëm për fshatin, por edhe për banorët e këtij fshatit që jetojnë këtu, e që kanë filluar me jetu sigurisht tash afër 200 vjeç e knejma. Këtu sot në këtë fshat jetojnë banorë të cilët i takojnë 2 kombeve edhe 3 besimeve. Por nga Zanafira e deri në ditë të sodit, marrëdhëniet e këtyne banorëve kanë marrëdhënie të shkëlqyeshme. Ata pavarësisht asaj, siç e thash edhe më përpara, se u kanë takuar 2 kombeve dhe 3 besimeve, gjithnjë kanë frymua si me kanë një. Edhe sot ata janë një, edhe duhet të jemi një, sepse funi kur të largohemi nga kjo botë nuk marrim asgjë, janë largu prindët tanë, axhat tanë, gjyshit tanë, të cilët na kanë lënë vetëm shembuj të mirë, të cilët ne nuk na mbetet asgjë tjetër, vetëm duhet t'i trashëgojmë. Unë jam një moshë relativisht të re për me u thellua në historinë e këtij fshatit, por pavarësisht moshët, kam pas rast me njerëz të cilët këtu kanë arrafshu gati një shekull, një prej tyne ka kanë Markstak Luzgjonaj, tjetri ka kanë Gjon Nikola Junçaj. Nga ky dyti mbaj mend vetëm një herë kur kemi shkua për festën e Pashkëve, gjithë zbashkut me ba Pashk, sepse përpara ne kem shëtit për festa, ose si që i thonë kem pullazit, si që e kanë përdori shprehje malësort, e aty e pyet me plakun i cili kishte gatit 100-tat, si ka kem fshati i Narhelmit përpara, si e manë ti. Tha, ka kem, tha, një fshat jashtëzakonisht i bukur, mos e qartni.
e jem munua edhe na me ecë rrugëve të gjyshërve tanë, babalarëve tanë, me ruaj atë bukuri që e ka pas ky fshat, jo vetëm ka pamja, jo vetëm se është një vend i cili ka afër liçenin, ka afër malin, ka afër pyjet, ka afër fushat, por ka pas banorë të shkëlqyer, të cilët kanë pas marrëdhënie të jashtëzakonisht mira me njëri tjetrin, në veçanti kanë pas një dashni të madhe me njëri tjetrin. Nuk ka pas ndoj katëres, ndoj zgjalli, nuk ka pa. Jo, Nërhelmi ka kalu shumë mirë. Shumë mirë. Një rast specifik, kur Nërhelmasit e kanë mbrojtur njëri tjetrin për jetë a vdekje. Ndiqni rrëfimin. Në të kohë ka një Italia këtu. Ne ka ndjek sërbt Malazes, ne ka ndjek shpijat më të pa, ne ka ndjek shpinë e Stakbrecit, shpinë e Bajraktarit. Ka ardhë pukovnik Milicoka. Vetë si kom përri, baba i ka përri, ka ardhë e tu, edhe i ka thonë kushrinës, kom ardhë me letër me gri. Dhe praçën, Rokstakën, Zenikolën, Likomanin, Margzefin, edhe babën të mbës asaj, o ka i pari me prinja tje, o kanë, u ka palanizën me ra 24 satë, malësis me ra zeqë. I thaqë, ka ardhë, alë me i gri, me i marë ka me i lidhë me i gri. I ka thë qka do në, i kanë thënë Zaria, djali Zarisa, dhe i bashmirë, qka do në ka thënë mire musha. E pa martu moke, mire musha, mire motra njotin, musht e Bogdan mushit. Ka qka do në, jo ta do me i gri, e tash ka parë me ushtri, me armë. Jo e ka kap, e ka lidhë duar tjetë në kryç, e i ka thonë cyre, në vranet e tonë, ku dush më një vra këta, ku ishin teme që jam rritë e lej me ta. E se ka ne i ka pështuat, e ka pështu Nërhelmi. Çdo gjë fillon në familje si edukim njerit që pas aty vazhdon jetën e vetë. Menimi jemi ashtu, por katuni Nërhelmit am duket mua se kam jetua në Nërhelm, e jam rritë në Nërhelm, a është me të vërtet ashtu. I katun që ka jetua me i frem. Na jem ken, edhe atër edhe sot 3 fena, një katun, por kur asën familje të vetë, nuk kam pas rast me tije, jo, kjo është i asaj feje, kjo e kësaj feje, kjo është maj mirë për punë fejës. Ka muj me kënë dikush maj mirë, maj vjetun, se on kënë njeri ashtu i shkahte maj gjallë, se feja kur nuk e ka vun kush në konarë, dhe janë ta që muni me thonë, që atë edukim pe shpjet nuk e kam pas me i këshyrë njerëzit në bazë të fejës. 3 feje në një katun, me pak këtë harmonin me zvetit, rallku. More në rast e gëzimit, more në rast e ilnimit. Katuni i Nërhelmit, kom tje pejt moqëve, pejt parve, anë rrit jetim. Vend i shtirë për jetes, malaria, ujtë e keqë, mshkajat, jetesa e shtirë, fukarallek, kanë dek njerëzit të ri. Krejt Nërhelmi, on kënë praktikisht jetim. Po jetimi ka halët e veta, a s'ka kohë mu marë me dë tjera. Deri dikun, edhe ajo mund tjetë, ajo dashuri që e ka pas katuni i Nërhelmit, edhe ka pas matë fort, jam i bindun se gjdo katun në mëndësi, ose në malëzi.
vetë që ka pa me, qysh 8 vjeç kam pet jetim. Kam pet jetim. Kënë me erhel, tonë janë interesua vetëm me në lanim të rritena, që qohena të përparojmë, ditë e natë më kanë ba mirë. Edhe më kanë rritë, jo baba se baba më ka degë, veç me nanën, e nana në ka rritë, edhe në ka rritë katuni, i nërë helmit, edhe kushnit ta në ka një mua. Shtirë beza. 6 vjeqë më ka lënë baba. Baba më ka dek 30 vjeqare. Vete i 4 thmi. Me e madhe ja ka 8 vjeqë, e unë 6 vjeqë, veri 4, e tek atër ka bale shaqja 3 javqë. Me fëkura dhe këtë matë. Nga perspektiva ime dhe nga ajo se që si e njohun Malsin, mund të them lirisht se fshati, se katuni nar helmit, o kanë një ndër fshatnat, cilat kanë funksionua si një familje pavarësisht 3 besimeve. Pra 3 konfesione, 2 apo 3 kombe, kur është ardhë punat e si në hatra, si në dasma, si në hotele, si në tregti, ky fshat ka funksionua si një familje e mirë. Ka dhe familje që ka 4 resa, pra ky fshat ka funksionua si një familje e mirë. Nuk mund ja spjegoj ati që s'ka jetua në rrën. Qëfar qëtësijet a kanë edhe sot. A kanë po ashtë edhe sot. Se kam dalë pe i katuni në rrëmit, kam jetua, kam punua. Punë e me a kanë 4-5 vjetë paktën, kam punua me tregtia marë për Jugoslavi. Por besoni këtësoj qëtësijet e marrëveshjet nuk kam mujë me gjithë. Kam punua në Kosovë, kam punua në Macedoni, me ka i vjetë 2 që kam jetua atje, kam punua në Përzet, me ortak. Por qëtësin edhe sigurin që e kam pasën në katunin në rrën, as afërsisht s'kam mujë me pasku. Nuk dua katunin tem në Helmin bregun e Liçenit Shkodrës me e lufdua, por e thom me përgjithësi të madhe se më ka shemull, jo veç për në Malsi, por edhe ma gjane e gjatë. Njerëz me të kaluar të ngjashme. Një vend që ka kaluar vështirësi. Njerëz që janë lidhur me njëri tjetrin për të mbijetuar. Në atë kohë, kur në shkatroi Jugoslavia, Merë Helmi a ka jetu ku edhe sot. Por nuk kam pas rast me tije e jo me pa që ajo gjë ka pas shtypje ose ranim në katun të Merë Helmit. Na të gjithë, të 3 fejet, jem këtë me njëjtin problem. Këto Merë Helmi jem 3 fejna. Për në 82 vjetë të mija dhe asjushëm, në 50 vjetë e këtej në Mërmenja, ala i 4 sa kanë katun. Kem shku mirë mre me vetit, me këta shkijet më mështë, jem kumare, jem prebatina, dashtën. Ka shku në Helmi dhe dvukajt, lidzonajt, qëmullajt, janë Nicaj, Aka Rokzoka, Junqa, Gjenikolës, se dhe dvukajt i përmet, apo? Ala se pa i met i kalim me atjetin veç i kem një mojre i shosit. Me punuar, punëtot falë, me një moshe që shojt kur i kem ba makinë, të tanë, traktorat, ala vetë, po des ala i 4 se kom pa. Malsia ka ditë me të ruaj.
është rasti i stërgjyshisëm që e kom tije para bela 50 vjetëve. Ka jetua një shtëpi të vogël në Katun, është kanë shtëpia vjetër aty në Katun në Ren, po tregtarët, rrugtarët që kanë kalu për bu shtëpijet Shkodran, e kanë vetë, a kanë një ba që të e mihë të qep. Mush Miljani a ka bërmë, hajde bërmëni, jësajni. Edhe ata s'kanë për to, po e në këthyë. Kanë himë rënë 12 vetë janë kanë. Ka ha gruz vetë, mushi. Fisnike, me qka du me i nëjruaj ta njerë se i kom thirë një pije. Po përgjë, e ka pas belja me mas, si me thënë, i 100 gram raki. Po në atë kohë s'ka pas gota. Edhe e ka qitat pik raki që janë ruaj për një prej kush me këmesa, me atë qitë në varë dikuj. E ka qitë në tavlen 12 vetë. E kanë qua shishën, kanë pi, po kure kanë marrë gjithë rrethin, shishja sa ka ullë as i pik. Ajo do me thanë, si malësia ka ditë me të ruaj derën. Një për e tyne, ka muj me e pia të rakin edhe me e korit sofrën. Më kujtojt një rast kur erdhëm nga Rahova me ba hysbet për hatër. Edhe me të pam, në rrhelma si tu distancuen, duke mënduar se hysmetin në hatër të në mja ba vlaznia kuqi. Kujtojt shumë mirë kur i pari i tyne, u tha ju mirë se kini ardhë vlazën, po zakonet të mirat, traditat, e të kësijat i ndaj me këta këtu. Këta i kom familje, ju mirë se kini ardhë, në hysmet më subërzini. Kur ka dek, agja, a kanë, po të thëmë, i kohë e gjatë që s'na kanë dek, kush në familjen ka baje 7-8 Europë, që janë kanë 7-8 vjetë, edhe për 10 vjetë kanë dek natë vetë. Natë për 10 vjetë pas aty. Për këtë rastin e parë, kanë ardhe, kanë vetë, këta kushinte, rëgjakte, a kini nevoj për njëm, për hysmet. Për zotë, jo se s'kem da me i prenua, por s'kem pas nevoj. Në Katun në Arhelmit, aj që ka 0 rasti lërë kjoft i dekjes, aj ka i funit që ka menua për hysmet. Aja ka i funit, a se ka të vetë kush. E kem ditë se kush e ka kumetin. Kush me tesh, kush me prun, kush qka me gonë, qka s'me gonë, janë kënë njëzit që janë kënë gati për atë familje, ato ditë, dhe që janë për cilë në atje ku duhet me shkua, a i zoti i shpjes nuk ka pas nevoj me menua për ato punë. Kjo të regon se ky fshat ka pas vlera, i ka rujt vlerat, tash me modernizimin e kohës, këto vlera nuk janë moderne, nuk janë të kohës male, vine bien, po mirë ashtë metet në histori, metet e shkrume, na si popull kem vujt gjithmonë se s'kem pa të shkrume, s'kem pa të rujtun, s'kem pas dokumentume as nisen, gojlanat harrohen, shtremrohen, mirë ashtë që është kujtua dhe dikush me e ba, që këtë tradit, këtë fshat, me fut si pjesë të historisë të shkruan për jetë. Të bindur për t'jetuar në adheun e tyre, të bindur për t'u shtuar, njerëz që e deshten jetën dhe dhan jetë. Pa leka, në leka, me siguri tash mos hin detale, por me siguri
500 e përpjet e kanë pas. Atër, e ama knej të Pretar Zgjoka, e Pjetër Zgjoka, e Mark Zefi, e Kol Zefi, e Lek Zefi, hajde ma knej pak, mos kaloj ka Gjonikajt, Gjonajt, me buallak gjithë sa duesh, bile edhe rekorder, se i farë Mark Gjonit, me dronën e ti, bi trieshit, ta shumë plus minus 1-2, por në kësollën e ti kanë lind e ma vo një grim, Jerevi, këmë thana, kanë lind A21, A22 pasarës fëmijë. Ruani njëri tjetrin e kur s'kini me gabua. Ruani njëri tjetrin e mos e pini rakin dhe në fund. Se shumë ma vlerë ka në kjo se se ke korita të sofër ku pinat raki. Nerhelmi është i zgjellun me bajraktarët e Hotit, me vojvod e Trabojinit, me kuq, me milist. Ton jem ka složno, si të në kite bojnë. Vnof Nerhelmi, e përparof Nerhelmi, e zvija me prish Nerhelmi. Është i largë taj që e ban të largë vanjeve. Është i largë. Ruani njëri tjetërin, se pa njëri tjetërin nuk i duhi ku i gjan, nuk kini ma miq se njëri tjetërin në Nerhelm, vetë kurri në Nerhelmas nuk e shoh si jabanxhi, unë e shoh si shpijak. Marrëdhëniet mes Nerhelmasve janë të shenjta. Ata janë bashkë si në lindje, festa e përhajrime, ashtu edhe në mort apo në ditë të vështira. Janë bashkë për bajram, për pashkët ortodokse pravoslave dhe për pashkët katolike. Marrëdhëniet e Nerhelmasve janë shembull për të gjithë malsinë. Janë bashkë në gosti, në ahengje e organizime të shumta. Janë njerëz bujar, me humor të theksuar e me një imagjinat gjeniale. Liçenin e kanë si bërtham, si kërthiz, e kanë edhe si terapi. Gjatë kohës e koronavirusit, Nerhelmi humbi një figurë të madhe emblematike për gjithë malsinë e mbi Shkodrës. Humbi birin e vetë, likomanin Çunmulaj, bajraktarin e mençur e të qetë, njeriun e shumë veprave të mira, ku përveç pajtimeve të gjaqeve e shumë pletësive, liku ishte njeri prej pjesëmarrësve të beslidhjes së malësisë. Jo vetëm familja, por gjithë Nerhelmi u ndje keq që nuk mundi t'i organizonte birit të vet, likomanit, një përcjellje mortore, ashtu siç ai meritonte. Nerhelmi ka dhe figura shumë të njohura, madje edhe në botë. Modelja Emina Çunmulaj është shembulli më tipik i dashurisë ndaj vendlindjes, me këtë rast Nerhelmit. Duke qenë se jeton në Amerikë, ajo ka ndërtuar shtëpi në Nerhelm dhe vjen për ta vizituar disa herë në vit, bashkë me familjen e saj. Por ëndra ime ka qenë ton jetën teme që me godit shtëpinë në fshatën Katun ku jam rrit, por edhe me kanë afër bush shtëpisë që jam rrit. Tash po va kallëzoj shtëpinë që jam rrit. Këtu Emina e ka kaluar ton fëminin. Kjo është shtëpia jeme. Si fëmijë kësaj të kem stërkat, jem dasht, jem ra. Gjoja ma kryesore a kënë se ku i kam sjell fëmin e mi për herë të parë, vajzën e malle. Më kujtojtë si fëmina gjithmonë vishim këtu, e rishim, ulshim, edhe i bashkoshim gurt, se këtu gjithmonë kemi pas gurt. Edhe ma të parën gjënë që e kam ba fotografinë e vajzësime, edhe sot e kam albumin të luaj me gur. Kështu që kjo është një copë ku janë nisi e gjitha.
Stefan Milic, futbollisti me renome ndërkombëtare, është nga Narhelmi. Është i edukuar dhe një sportist i cili përveç se ka luajtur në ekipet vendase si Budućnosti dhe Dërçiçi, ai ka luajtur edhe në Dinamo Zagreb, Bullgari, Rusi dhe aktualisht aktivizohet tek Partizani i Beogradit. Stefan Milic disa herë është grumbulluar edhe tek kombëtarja e Malit të Zi. Peshkatari më i vjetër, aktiv, plot 83 vjeçar, pashku, por edhe më i rregullti në liçenin e Shkodrës, ndan shkurtimisht eksperiencën e vet. Merrem me peshkim qysh në moshën 15 vjeçare. Kam 81 vjetë. Gjithë kem gjë me rreta, në mjetet lejueshme, peshk ka pas edhe kohë shumë, sot ka ma pak, por ada ka peshk, edhe vetë vjetë që kam gjë, s'ka pas matore, kem gjë me rrema, kem ofit në lishen, korasis në divadja atje, vijat zeza, vijat baloshit, ka kodja kuj mojit, asat të vaset tona që njohin, dhe më thamë jam marrë me peshkim qysh në atë mosh, edhe në mosh në sërme që kam 81 vjetë. 14 vjetë kur i kom bush, kom vozit Markstakën. Kur i kom pa 14 vjetë. Atër kom nisë me gjua me pa hajrë pe gjojet. Fukra ova kam thënë këtu mësë. Po në Narhelmi prapim ka përsa që të në mëllësijet me jetës, më të mirë. Pse kem shku, kem lice, bile shumit me babën, me gjyshtate, me babë tëme, me tanë. Në Pjetër Zokën? Në Pjetër Zokën, në Cufomanin, në Markstakën, në Pashkomarkun, në Fremmarkun, në vllazët e mi, për vllazët e mi janë kanë marrë në shkollë, në fakultete, e besa u i korrit. Narhelmi mos tjetër ka pas emnin, hajtë po thëmë si i pjesë e atyne që janë marrë pak me gjoje, edhe maj miri peshk në liçen Shkodrës, a zonë Narhelmi. Edhe ka baj emnin si maj miri peshk pej Narhelmit, pej liçen i Shkodrës. Nuk ka kënë titulli bela i Narhelmit, jo, po son nga i sigur, po anë kënë titulli i gurra që e prolojnë ujtë e pastër pej Dalishanit e deri Narbozhaj e në verë liceni Shkën. Ashtë si lumë. Sa ka në ullë me vra peshk një natë? Tash për më qënë rëna. Duhet me dvetë se. Vetë fshati është i pranë licenit Shkodrës edhe janë marrë me gjyët i e thonë se gjyëtarët e kanë pas një premis kryesore mos me të reguat vërtetën ose me smalua edhe mua edhe sot në ndollë ose në gjanë që një të vërtet kur e bisedoj unë apo ndoni bashkë fshatari imi e pyet dikush kush ta tha pej Narhelmit rajna e punë. Pra dhe sot nuk ka se fshatarët e mi kanë gnyë. I kanë zmadhua në gjarjet edhe i kanë dramatizua ashtu si i kanë pasë edhe në gjoje. Tash mua më kujtohet kur
Delshin e shitshin blysha, të në vishin trieshan që se ka njov peshkun. E dhoshin, qëfar peshku? Cefull! Blej ata cefull se i duke i lirë, blysha. Atër delte e dvetë të nesre, a ka cefull i ferra? Jo, për neri thoshin cefull i s'ka ferra. Ha, kom blej soj cefullit pejnar helmit, plot ferra. Që e pa me to, i herë me perin, i kem vranë sënë të loshën 64 qifuj. Tonë jem ka gjithë të Liçenit, edhe besa kem jetu e kalua me ta. Kjo ka një si fabrik, Liçeni i Shkodrës si kanë thonë. Kjo ka si fabrik. Sa vetën jetën teme mund të thëmë, se jam krenar, se e kom zatë troften 23 kilesh me Dan Hargjin bashkë. Edhe kom kujtu e se e kom zaj peshk, se kur e kom qitën në sule, e kom kap me 2 dorë, se e pashtë të në copë e madhe, me menim sa peshk deti, që mos ka zonë kur. E kom qitë barë si bora, rrinë e ma të barë dhe sulen. Kur jem a vit me dalë në va, këtë Dan Hargjia ka një interesuam, kur shkon, e thot, a troft, si mos zonë shakur gjanë, se u mendova se kom zaj peshk deti, që mos e ka zonë kur. Kur i troft ma i miri peshk. Nila, ajo ka tret, kime ditë pashku me të kumet, më s'ka harrua, i 1300 nila i kem pazon me pashku në bashkë. Peshkimi ka edhe sekretet e veta, ka kreativitet. Në Narhelm, figura me përfaqësuese e peshkimit ndër vite është ajo e Markëzionit Gjonaj. Për zgjoje janë ka Markëzionit që ka kalu kush. A i ka shku e ka zan peshkun Koracic, i vend atje afer krajet, ka shku a heret, i ka quar rjetat, e ka ardhe i ka qitë diku afer këtu me peshk. Tër kur i kanë pa se po shkojnë në Narhelm si ti ka quar nicat, e kanë pa se po të zirë peshk. Je këtu e zonë e marë ka, po jetu për zotën. A dalë shot tanë si të aty nica i prap hajtë në kraj. Për të pa një ditë të peshkatarit si duket, ne shkuam bashkë me Tom Dedvukaj, Tomin, për të peshkuar. Tomi këtë ditë peshkoj vetëm peshk të im. Nuk i qëlloj të zinë të krap, por peshkoj diçka tjetër të bukur. Ja, shikoni këto rjeta. Nuk e lanë Tomën të dilte duar thatë nga peshkimi. Një moment i porositur si me magji. Filoj rjetat e dali plot e për plot, me saraga. Tomi shprehu gëzim, me shumë për ne se sa për vete, sepse dëshira ti ishte që ne të kapnim pamjet e duhura. Ja, shikoni se si peshkatari bashkëpunon me natyren, se si komunikojnë peshkatarët me pulbardhat. Peshkatari i ale hisën edhe shpezëve, të cilët e ndjekin nga pas me gëzim. Ato e njohin shpirtin e bujarin e ti. Duket si kur kanë një marveshje, që peshkatarët të ndajnë një racion shpezëve, kurse këto të fundit të kujdesen për rjetat e tyre. A nuk është e mrekullueshme? Tomi, në stilin e një Narhelmasi tipik, shprehet me humor për të kaluarën. Nuk i pëlqejnë shumë ndryshimet që ka ndodhur në shoqërinë tonë. Ai madje ve kusht që kjo pjesë të transmetohet në dokumentar.
e kanë ble Malësia ka ble peshkun se ka pa. Sot nuk e blen, se nuk guxojnë me pshit, nuk guxojnë me hangër. Po s'guxojnë se kem krye prej grave, e kolja gjik. Dhe lirisht nuk me bohen. Buhet se senit nuk guxojnë me ba. Tana kamësor, tana ushtrit, e tanë Evropë, se të Balkanit kanë kaluar kësajte, nuk ka mujnë kush për na përkull, as ka mujnë kush për na basër shpijet, sot gratë e ka hangër drejtë si krejt. E thëmë me gjithë me gjithë zemër, se nuk e ka janë, i shqiptarë nanë që jenë zoti me i hakuj, o natën pra me bërmë me cije, veç me tramë. E ajo nuk ka mikë pritje për zotën. Aje kështu. Mikë pritja kanë kur ka foli zoti i shpis, ropë tjerë kanë tej tonë, si dikur që kem tej ushtarë, cirin kam. Sot, zoti i shpis, këshyrja një s'kem nevoj gjatë tjetër, këshyrja një burra, nuk janë burra, po burra leca, ata që i kanë mustak, i kanë me grepa poshtë, dikur i kanë pa me grepa nalë. Se u ka vazhdua muhabeti, u ka vazhdua sjefi, e ka foli hena zoti i shpis, dhejnë prambe s'ka pa nevoj, për zotën, veç burkot natja e vire, e i baba. Ne e lam Tomën, por jo dhe liçenin. Të nesërmen, u rikëthyem aty, të kroni i helmit për të pritur peshkatarët, e për të parë për dëshmërinë e tyre. Ja, u duk një lundër që po vjen drejt bregut. Me sa duket janë Pashku dhe Valenti. Pashku nuk shpreh dëshirë të na tregoj gjahun, por kësaj herë a i thyn rregullat e veta. Shikoni, përveç peshku tjetër, ata kanë peshkuar një krap mbi 10 kilogramsh. Valenti madje e mban atë si trofe. Edhe hisja ka peshkuar mirë, por nuk dëshiron të dalin para kamerave. Të gjithë njohin hisën se sa është i turpshëm. Kjo është arsyeja pse ai nuk flet. Rastësisht, ne u ndeshëm me Marash Detvukaj, gazetarin e njohur nga Narhelmi, dhe aty për aty përgatitem një tip kamerët e fshehtë për të nxjerrë një bisedë origjinale, autentike e pa censurë të stilit të Narhelmasve. A pat në i cënë? Bol. Primet? Të riharduta. Po. Të riharduta, po dhe. Pashku zotën. S'ka bo. Pashku marë për kështë një 10 kilash gati. Pashku, një 10 kilash gati. Po? Po për e 10 tjeve që një 10 po. Jo, sigurisht, pa një qetë nasë. Edhe hisja. Edhe hisja ka za? Hisja e kizon pranë thamë elektrik një 10 kokra dhe 15 sot. Ka. Elektrik pranë? Po. Hisja pranë elektrik? Po, me... E jo për zotë të dhejmë në sa të bashkë kem kënë? Dhe se frokën në mbrella, po? A, më tha po ku i pra. Ja, për zotë ka rejsi që janë. Opa! Jo, mërë se besoj, e? Ke pranë bashkë. Vete hisja Maria. Hisja me rejt? Ja. Au! Ha? Tapeti e? A do me da... Hisja me rejt? Do me da rapsën të vëjna, s'ka du të mësh. Po! Je dhe hisja nuk rejt zallë me të këtë. A plake Narhelmasit? Deshte me i prenua, ma mirë me thonë po ka dalë. Por plesnia artë e bardhë. Gjithmonë ky fshat ka dhënë disa persona të cilët janë ke komik. O ka knatësi me ne me ta. Sin hatra, sin dasma, sin
si në gjdo takim, si në gjdo... Edhe këtu duhet të seki se si fshat i kem pas edhe gratë, janë ka shumë të prituna, shumë mikpritse, shumë të dashtuna, shumë të amlan rrugë, edhe sa kem pa dikur 30-40 shtëpi, unë vetin e kom dijes si në shtëpita e me si në gjdo shtëpi në fshat. Pra nuk kem ngurua dhe me shku me lypi të sot buke djath, ku do që ke hasën në katon. Këtë gjaj ka për cilë këtë fshat. Kjo lurat. Unë moni veç i rast i kujtohem se Nar Helmin nuk e njoh asë një rast katrejset. Direkt që me thanë me muj me një muaj katonit e mu më pro pe i tjetër dikuj që kom i rast që jam kanë 2-13 vjeç. Ashtë luaj futbalin Livat Kokërrak, i thonë një livadit aty Nar Katon, anë kanë turniri. Në atë kohë janë kanë turniret, katonet pe gjithë malësijet, janë bashkolla, aty janë banë turniret. E kom paj me të rast Tuzi, me Nar Helm, kanë majse i katreset. Sin sport. Fillu ka sport, atër besa u baj fje prej mete e nisën morra. Kujtohem se gjdo Nar Helmash që janë kanë aty se ka pas s'po përmes emna se janë kanë rast po të thomë katreset e s'kam qivë mi përmet ato janë, por nuk e njohë ata pe Nar Helmin që se ka pa dhe i brend dore ka pëse me e prua atë futbalistin pe Nar Helmit. Se u ba e punë se me dëvërtet në atë kohë janë kanë ka 300-400 vetë në Livat Kokërrak me këshyrë ato utakmiza që i kem pas, ato lojna ndeshja, si me dhamë futbalit, edhe janë kemë të organizua me bollë primet qime. Dhe so kohët, anë ka i sahan, edhe zoja shpisi ka da lukt, tap, edhe ajo të tonë fmini ka pa isoj. Por në kjo se ka pa, në janë, se ma liqë që po i merë, ka 2 luk fill, për i herë, ose më ka qukat, ose e ka gjithë i thupër, i bastaro, ma ka dalë, se kem këtu që diçka ma liksht hanësen, por funi, ashtë kalua jeta në harmonia, o keni i gjallnin, përgjithsin, shosni. E ke rastin kur i ka paqua Mark Zjoni, ato pe i Mileshit me pre plepat e Rustem Bajramit. Ka pa ardhe o kelle e Zjoni pe i Mileshit i Revija. Edhe atje në Milesh tu fol, ka tha për zotën na undimet ka zua kush ka. Po kush? Mark Zjoni. E së ka njoft, jo, Rustem Bajrami. A së ka njoft Rustemin. Ka dit i plak i vjetër nesën, i mo shumë pa ka ardhën kodra të eshme Mark Zjonin. Tuka tjeta. A muq më ka zua ku jeton Rustem Bajrami. Që donë? Për zotë po më lypet diçka e nje. Jo, Allah sen, jo po, vet jam. Qatë lypet? A thënë do, plepa ma dje kësola. Hajde në Nar Helm, gjithë sa të duesh keme prej. E qonë Mark Zjoni, ato pe i Mileshit, me prej plepa, në Rustem Bajramit, a i prezentohet si Rustemi. Pasi të sopë kohët e gjej, në Milesh e pësy me shkop. U thotë të në aman pështop një se jo kuj kalu i neqë, jo kuj do më mra shkop. Mergimi e ka prekur edhe Nar Helmin, por jo në atë mas si fshatrat e tjera të malësis. Me gjithse numri Nar Helmasve që janë larguar është mjaft i lartë. Historia që do t'ju rrefejmë tani është një histori shprese, është histori motivuese, pse jo një histori suksesi. Fjalet e Viktor Dedvukaj burojnë nga një dashuri e pastër për Nar Helmin, nga një shpirt i cili qetësinë e gjen vetëm këtu.
ai kishte një ëndër. E 27 që janë që kom shua për 25 si ëndër. Edhe ëndër ja kom që termin. Njeri po e pat i djes balit, me hangri kapshat buk, mu me të ku dojnë, për lipet me punua për ta. Kam punua një restoran që ma da me ban, që kam thonë ata. Ata më kanë lypë për krye busit. Edhe vetë jam këndaj që kam pat pagu me të tana, kartën, avionin, me shkua, që ka të shish aty, lenja aty. Mos me të rritë realitetin, tem, nacionalitetin, gjuhën, edhe fejnë. Atje e ke kollaj me shduk, por e kom su prej në Arhelmit, shumë gjana që janë se mundet edhe këtu. Peshkimi ja ka nëmër 1, shoqënia nëmër 2. Ato, unë do me thënë, edhe pse kom dalë jashtë shtetit i ri, se 17 vjeç kom dalë nga këtu, vetë kom plas për këtë vend. E gjithë kjo natyre bukur nuk kishte se si mos të frymëzonte edhe njerëz të artit dhe pikturës. Narhelmi është art në vete, por edhe frymëzim për piktorin Nikol Lëzionaj. Dhe ja, kjo është kroni në pikturë. Janë sulet, mreti, e plot detajet tjera, pikturuar nga Nikola. Kjo është sulja e torit, me të cilën ai gjuan peshk, me fushën, sidomos kur peshkimi është i ndaluar. Kurse kjo tablo paraqet Narhelmin e përmbytur në vitin 2010, një përmbytje që nuk mbahet mend nga askush në Narhelm. Bukuria natyrore, me të vërtet më liqen, ujë. Dikon e ka tërhjek për gjojet peshkut, dikon për diçka tjetër, e mua më ka tërhjek. Vetëm më rri unë me parasit ata ujë, si që është në natyrë. Pata me të treguas, jo të unë, po të çdo njeri fëmini a luar rrët madhe gjatë jetës ma teshme, edhe të shka, ma të parenena, ku kem shkua të kroni, është ulltimi gjatë me ula të kroni në Arhelmit. S'munesh ata me hjek kur, por kom punua, sa herë kronin, tash këtu është punimi i funit që e kom të banë. Me të vërtet e ka të bukurini, vetë mua më duke të bukur tash, mua më ka tërhjekë, më ka inspirua, më ka frymëzua për me pikturua. Në përgjithësi, ujt, reflektimi, lëvizjet e ujt, edhe lulet e lisenit, më lënë për shpypjet e mloa në gjinja, kalojnë për bustyni, asë nuk i shiqojnë ndoshta, e unë tash ato lullet e lpusë, a i kemë thanë, në gjungës të vendit, apo nërdesh. Qka në këtë pikturë? Kjo është atë koha e të rahunit krapit, të thënë për rapeshku, ke zhuatat e din ma mirë, unë është në prilo, njani ka dalë, atë është të lej prumë, diseni ka dalë me i fushën, shpejt, në mund me kap në i krap, një ashtu. Ne kemi pas një shoqëri kulturë artistike e cila ka kënë shoqëri kulturë artistike e përbame për 2 fshatrave, sepse ne jemi edhe sot bashkësi lokale në Arhelm e Dreshaj, ku ka korë sukses në skenën amatore të krejt Malitzi, pasanej kur mas viteve 95-96, kur kanë fillua kisha e shnënohë të nëtus me i shfaq
karnevalet, ose si që kanë qujt ata, atëherë dhe sot quhen ashtu koret, ne kemi pas grupin ton, i cili pa asni me dyshe mundëm me thanë se ka qenë grupi ma simpatik i karnevaleve, i cili për vite në rrallë ka korë sukses, si në skenat e humorit, si në defilimin kryesor, si në mramjet tjera të cilat janë parapame e para disa vjetëve ato kanë pas edhe karakter garues e sot nuk e kanë. Më kujtohet Shoqënia Drita është themelua në vitin 1980 nga dy entuziast blej që e kemi pasur, të ndjerit Gjergj Gjonaj e Lezev Dreshaj, ishte koha e monizmit. Më kujtohet një diçka. Filluam me pregadit dramën Cuca e Maleve, Koljakova nëse s'ka bo. Edhe e pregadit me dramën, u pregadit me Meshvaq. Urdhni nga sistemi, nuk është dramë e përshtatshme për këtë kohë, në analëm. Cuca e Maleve, më kujtohet e kom luj fratin, ja guri gjinë pëndohë për ndryshet cucat me të malkume, s'ka pa të bajnë me kufar politiket thjesht në ngjarje që ka ndollë dikur, shekullin në 19 bela 20, edhe ne ndalën, në ndej për një 4 vjetë, kemi qenë shoqata me sukseshme amatore në Malzi, edhe me dramë, edhe me folklor. Me folklor kemë cungu pak se nuk kemë muj mu krasua me trieshe, kanë pa instrumentista ata shumë ma shumë, mirë po me folklor burimor janë kërë shumë ma të avansuam, po me folklor, me dramë, me këto, më duket se kemi 3 herë kemi marrë vendet e para, mas shumë të duhet të potencoj edhe të ceki me meritën e Gjergjit Gjonaj, kemu shtru për shtëpia private. Pra në 1 ora shkoshim në shkollë, në 7 u ktheshim prej shkollët, në ushtrime deri në 12, një vishim shtëpi, pas mesat. Në ka pa i kuj entuziazm. Vlen të ceket se këtej në zonën e livadeve afër liçenit janë disa livale jashtëzakonisht bukura, të cilat ne në kohën e lirë, se nuk ka Shtefanën se gjithmonë merrin me busi apo me zhyeti, i kemi shfrytzuar për të luajtur futboll, edhe atje, në ato livave atje, janë organizuar turne në të cilat kanë marrë pjesë prej gjitha fshatrave të Malësisë. Edhe nëse sot takon dikanin për jashtë Narhelmit dhe e pyet a din ku është livadi Kokërdhak, gjithë e dinë sepse gjithë kanë pas rast me marrë pjesë dhe me luaj futboll aty. Bujqësia është një fushë tjetër kryesore për jetesën e narhelmasve. Për tokën pjellore, narhelmasit vendas kanë një cilësim, ata e quajnë pllë me arë. Bujqësia në Narhelm tashme është shumë e zhvilluar. Në gjithë malin e zi, por edhe në ish Jugoslavin, toka e Narhelmit jepte frutat e para. Perimet e Narhelmit ishin të parat në treg. Edhe sot janë kërtollat e Narhelmit ato që përfundojnë të parat, e pastaj mund t'i shesin edhe fshatrat e tjera. Kryesisht kjo tokë ka përbërës të lartë të humusit, sidomos tokat që quhen ornica, që gjenden në bregun e liçenit të Shkodrës, të cilat pothuajse çdo vit përmbyten nga liçeni. Sot, familjet në Narhelm janë duke nxjerrë kërtollat. Tregu është i mirë dhe momentalisht nuk kanë konkurrencë. Ata po lirojnë tokat për artikujt e tjerë, të cilët janë fidan dhe gati për t'u mbjellë. Pas kërtollës, fillon mbjellja e shalqinit, pjepnit, kungullit, specit e artikujve të tjerë. Por puna e bujqësisë në Narhelm njeh edhe serat. Ky profesion është ndoshta profesioni më familjar që mund të jetë. Ai e mban familjen bashkë,
aktive dhe të punësuar. Nuk ka gjë më të bukur e më të bekuar se sa kur brezat e rinj lidhin për tokën së vet, për atë dheut e vet. Kjo punë është një bekim. Pastaj brezat e rinj le të merren me çfarë të duan. Toka duhet punuar, thonë narhelmasit, ose ajo të mallkon. Ndoshta kjo është vetëm një thënie, por gjithsesi është një mesazh i mirë dhe i fortë. Dikur, s'ka dikur qenë perimet, me para herë e ka pronë shtëpia e menaxhis. Ata e ka nisë e lejfarë Gjë Nikolës Savetaja. Ja ka nisë më marrë me perime mëllatare. Me mëllatare me spec. Ja, shtu kada ka dalë atër tonë këtu. Banorët e këtij fshatit janë marrë fillimisht me blegtori, pastaj edhe me gjuetit peshkut. Dhe nga këto dy dek kanë krijuar edhe kushtet për me jetua në këtë fshat. Mas viteve 70-ta, kur ka filluar më zhvillua bujqësia në këto anë, banorët kanë filluar të merren edhe me bujqësi. Edhe siç po e shihni, edhe sot e kësaj ditet merrena i pjesë e madhe e banorëve të këtij fshatit me bujqësi, dhe e shohim si një ndër degët kryesore për me jetua në këtë vend. Toka e katunit Narhelmit është një tokë shumë pjellore, e cila i jep bericet të bukur, edhe klima këtu është jashtëzakonisht e mirë, uji është afër, edhe kjo na mundson ne me prodhua 2 deri në 3 valle gjatë vitit. Vetë kom nisë më marrë, jam martua, kom marrë gruën. Me 63-ën kom shku në Zagreb e kom ble makinën për perime, ka pa nisë atër me lviz. I pari njeri që jam parku në Malësi, në zetë, në Malësi jam ka vetë në makinë të re, pe Italia që kom ble, vetë liqnë me babën dhe me nanën dhe me gruën që kem fitua. Të së të kujtohet të. E kom pronë pej Ljubljanit, flak, trej, që kom taj vetë, po shkure kanë pronë pej fabriket, që kom pronë të shkure në parku vetë, i makinë oke. Kure në parku vetë me kamion, veç i makinë. Ta më rëthoshin makinë, asë si diku që kem kësë nusët, zanat e kësëshin, si kem u i vasë, e fitova besar. Atër në të kohë kom ble $5.200, ja ka 2 tonash. Atër ja kom nisë. Me panu, rritën vartën në fakultet atje ka, ja kem nisë, herë në Dverit, në Beranit, Ivan Gradit, i kem thana Bjelopolje që ka nëllë këtë aksirat. Tanë, gjenë Beograd e Zagreb e gjithë atje ka, atër ja kom nisë, me atë kamion në Split. Me panu, kem vonë speca, mëllatare, Shërzeladu, kem tha dikur, po tash. Besa kem jekë zi 7 ditë që ka java Vasil Pietri, kom një, për dhe vlaznit me muaqë, po sen ka shofera. Kem një në Split, shko garko, shit, ecë e garko këtu prapë, shko, kom një natë e prapë, në Split. E zjadhe jam 82 vjeç, 3.
Gjithmonë i kthehem këtij vendit. Këtu pra them ka kalua po thuaj se gjysa jeseme, gjysa tjetër ka kalua rrugash, shkollash, vendesh të vizituar Shtetet e Bashkuara. Edhe pse kom pas letrat për Shtetet e Bashkuara, vetë nuk kom dasht të jetoj atje, kom dasht të jetoj këtu, t'i kushtohem dhe t'i përkushtohem këtij vendit. I kujtoj kohën atë me pashme si student me bashkëvendas e mi, Vasil Dedvukaj, Kol Junçaj, Nosh Nicaj, Mehmet Çulmula e tjerë. Kryeva studimet, u punësova dhe ende pra vazhdoj të kryej atë detyrën time që kom pas profesor i gjuhën shqipe, por kom punua dhe punoj edhe me atë profesion të dal në pension si gazetar në radio televizion e Malit të Zi. Pra do të lidhi profesionin e gjuhëtis me profesionin tim të cilë e ushtoj të 7 vite. Pra gjuhëtin e kom pak si hobi, e kënaqësi gjithmonë ndjej të merrem me gjuhëti, prapë edhe sot erdha vetëm të vizitoj këta gjuhëtar, se do me thonë ajo dashunia, ajo respekti për gjoje, jeton e ka jetuar do të jetojnë gjithmonë. Faleminderit dhe respekt për ju, të cilët e keni bë këtë dokumentar dhe i cili do të mbes dhe mendoj se do të ketë jehorën e vet mas sa e sa vitesh. Koha është elementi kyç i jetës. Shumë histori e njerëz humben nga mos kujdesi. Narhelmi ka plot histori për të rrëfyer. Ka njerëz e ngjarje të cilat nuk përfshihen te ky dokumentar. Megjithatë, ne u munduam që të paraqesim disa grimca të shpirtit të njerëzve dhe të këtij vendi të bekuar. Narhelmi duhet të vazhdoj të ruhet. Duhet të vazhdoj të jetoj në harmoninë e vet. Mbi të gjitha, Narhelmi duhet të vazhdoj të shtohet. Pra, Narhelmi duhet të rritet.